Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Departamenti Mësuesisë organizoi promovimin e librit Metodike e edukimit muzikor me autor Roland Gulin. Ky botim përfaqëson një guid praktike dhe bashkohore mbi teknikat dhe materialet muzikore, e konceptuar posaçërisht për mësuesit e arsimit parashkollor dhe fillor, duke kontribuar në pasurimin e praktikave pedagogjike në fushën e edukimit muzikor. Në kohën tonë, ku shkolla përballet me ritme të shpejta ndryshimi, me sfida të reja sociale dhe emocionale, muzika mbetet një gjuhë që i lidh fëmijët me përvojën, me bashkëpunimin dhe me kuptimin. Edukimi muzikor nuk është një zbukurim i programit mësimor, është një hapësirë ku fëmia mëson të dëgjojë, të dallojë, të koordinojë, të ndërtojë ritëm dhe rend, të zhvillojë kujtesën dhe përqendrimin, por edhe të bashkëjetojë me të tjerët, në harmoni, në kuptimin e plotë të fjalës. Pikërisht këtu qëndron edhe vlera e këtij libri. Ai vjen si një udhërrëfyes praktik dhe një mjet i domosdoshëm për studentët. Ky tekst është në kohën e duhur, është i duhuri dhe për studentët dhe për te komunitetit të studentëve. Dhe ne kemi nevojë për tekste të tilla që mbështeten tek metodika, sepse janë tekste praktike dhe janë tekste të thjeshta për të absorbuar dhe natyrisht pastaj edhe për të aplikuar në punën e përditshme me studentët. Ky manual është një ndihmë për të gjithë edukatorët që kanë detyrën dhe ndjenjën e përgjegjësisë për rritjen dhe formimin qytetar, kulturor e artistik të fëmijëve sipas grup moshave, duke përfshirë do thonja edhe prindërit, sigurisht për kapitujt që interesojnë. Teksti ka një informacion të mirë dhe fal bibliografisë të pasur që i është referuar autori. Muzika është dije, duke qenë dije nuk është vetë reflektive. Ka njohjen të, ka kulturën, ka kuptimin e saj, dhe kjo është ajo gjatë që ne muzikantët e kujtojmë si diçka të thjeshtë. Në qoftë se ajo nuk vendoset mbi baza didaktike, metodike, shkencore, ajo del masanej si diçka e improvizume. O futem në klasë, je flautist, unë kam marrë për flaut, je flautist i mirë, po kur vjen puna, ti do të ballafaqohesh me idetë, me logjikën që ka një orë mësimit. Dhe ideja e ndërtimit të këtij librit ka kanë kjo thelbësorja. Organizimi në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës erdhi në kujdesin e dekanës së Fakultetit të Shkencave të Edukimit Randa Bilali dhe synon të krijojë një hapësirë diskutimi dhe reflektimi mbi rolin e muzikës në procesin edukativ.